hapët showroom-i Design Keramika në Pej, diçka që vërtet ma mirë nuk e kom pa. Është kronika 5 minutëshe, të ndjekim, e atëhere rikthehemi edhe të urimet tuja. Për 5 minuta pas kronike do të kthehemi. Në rastin e hapjes së showroomit Design Keramika, u organizua një koktej i veçantë për të shënuar këtë moment të rëndësishëm dhe për të mirëpritur të gjithë të ftuarit që ndëruan me praninë e tyre në këtë ngjarje. Hapja e Design Keramika shënon një hap të rëndësishëm drejt sjelljes së standardeve të reja në treg, duke ofruar zgjedhje bashkëkohore në çdo ambient, nga më klasiket deri tek ato modernet. Ky showroom pritet të bëhet një pikë referimi për të gjithë ata që kërkojnë cilësi. Showroom-i Design Keramika bëri hapjen e saj me lokacion në Qyshk të Pejës. Me çrast fjalën e mori pronari Ramiz Nikçi, duke thënë se pas një periudhe sfiduese në të kaluarën, ky biznes por i ngrihet sot në një drejtim të ri, që synon një zhvillim të qëndrueshëm, ngritjen e cilësive të produkteve dhe shërbimeve, si dhe korrektësinë ndaj klientëve dhe bashkëpunëtorëve tanë. Si fillim dua ta përshëndes dojën tem se këtë mundësit që ka ndodhë sot këtu i kom prej dojës tem. Faleminderit shumë doja Osi, nuk u lodhe kur me mua. Kryetar, faleminderit si erdhe me gjithë stafin tonë, shumë faleminderit. Të nderuar të pranishëm, partner, miq dhe familjar, është një nder i veçantë për ne që sot të qëndrojmë para jush në këtë moment të rëndësishëm. Hapjen zyrtare të këtij lokali të Keramikës Design Keramika. Synimi ynë është të krijojmë një hapësirë ku arti i keramikës vlerësohet, ku çdo produkt është unik dhe ku çdo vizitor ndihet i mirëpritur dhe i vlerësuar nga ana jonë. Pas një periudhë sfiduese, në të kaluarën, ky biznes por ngrihet sot në një drejtim të ri, që synon një zhvillim të qëndrueshëm, ngritje në cilësisë së produkteve dhe shërbimeve, si dhe korrektësi ndaj klientëve dhe bashkëpunëtorëve tanë. Ju falenderoj për praninë tuaj sot dhe për mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Ju uroj mirëseardhje. Shpresoj që ky vend të bëhet një adresë e rëndësishme për të gjithë juve, edhe ata që nuk janë këtu. Pra, faleminderit. Në këtë hapje mori pjesë dhe kryetari i Pejës Gazmend Muhaxhiri. Ai mori fjalën dhe uroi punë të mbarë dhe suksese pronarit drejt këtij rrugëtimi. Ramiz, unë me përgëzu për iniciativen që e ke marrë, i hap disa vendet punës edhe me të dëshiru sukses e inshallah të shkon puna mbarë. Faleminderit për mbështetjen tonë. Faleminderit shumë kryetar. Faleminderit. Design Keramika vjen si një adresë e re për të gjithë ata që kërkojnë më shumë se thjesht produkte. Kërkojnë identitet në çdo kënd të shtëpisë së tyre. Nga keramika, sanitari, laminati, e deri të parketi dhe vinyli, çdo element është zgjedhur me kujdes për sjellje, elegancë, funksionalitet dhe ngrohtësi në zemrën e çdo shtëpie. Për 2
2 javë radha zero, Design Keramika ju mirëpret me zbritje për 20% në të gjitha produktet për të gjithë blerësit. Një mundësi ideale për të sjellë ndryshimin që e keni ëndërruar në shtëpinë tuaj. Mirë se vini në një fillim të ri, mirë se vini në Design Keramika. E vallahi Design Keramika, showroom-i më i ri halal ta bov zoti se edhe pas ke bo. 20% ma lirë 2 javë dit, edhe 10 dit i kini në dispozicion, shfrytëzoni mundësin, me 5.000 euro një banjë s'mundesh me kry, e 5.000 euro 20%, 1.000 euro në gjep. Edhe ja qënë mjeshtit i thunë qitë ma për 1.000 euro. Ja vlen. Që ku qyshku? Këta që binë tranzit, si dalin në asfalt në autostradë për Prishtinë, të mojtë qyshku 500 metra. Ja vlen. Halal të koftra me znikshi, që investon kapitalin e huj, që e ke kriju atje, e bjene investon këtu, halal të koft. Qaj që e din që ka pëllyp, që e din që ka i vyn, që aty nuk mundët më thonë kesh e nuk e gjeta. Plus 20% ma lirë, shfrytëzon e mundësin. 5.000 euro, 1.000 euro, 10.000 euro, 2.000 euro. 2.000 euro në përëndim 4 muj dit, nuk t'jesin të paqa qaj që i punon më në rogë. 4 muj du të më punu, më të metë 2.000 euro. Në drejtim Prishtinës, pej Prishtinë, qëshk, djathë, showroom-i ma i ri, Design Keramika Teramiznikçi.